Asim Gjekovic është zëvendëstar i ekipit Deciqit, pas miqësorës së Vllaznia Deciqit që barazjem 1-1. I kënaqur me rezultatin? Po, rezultati ishte në dorë dytë, si i thomë na, por me rëndësi ishte që i bëm një ndeshje miqësore zbashkut. Ne kena bën një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe Vllaznia e parë se ka bën ndërrime Kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje mirë për ne dhe për Vllazninë. Për me pa disa përforcime që i kena bëna, disa që i paqë edhe të Vllaznia, disa lojtarë që i kanë ardhur me bëna provë, po shpresoj që do të jetë mirë. Është gati skuadra e Deciqit për ballafaqime evropiane? Se besoj gati, mendoj që duhet me bëna dhe 2-3 përforcime, 3 me siguri. Në mbrojtje, nilin me sfush edhe me siguri sulmues kena punu, por nuk e kem marrë sot. Kena edhe 3 lojtarë që janë të kombëtarës, U21 që i kem lënë pushim, nuk i kem marrë sot, janë Marashi, Kajoshaj edhe Radusinovic. I kem lënë spuse, janë grumulluar, kanë filluar me ekipin para 2 ditë. Kështu që me i sulmues ose me 2 sulmuesa, këta Ilirin Sama i kem domtuar, kështu që për medalën, për të Kupat e Evropës edhe për kampionat me siguri na lypen për forcime. Po kthehet në traditë miqësoria Vllaznia Deciq Vllaznia, për të kujtojmë një vit më herët në Tuzla luhet një miqësore e tillë. Po normal është. Edhe përsëri tashmë. Po shumë gjë e mirë edhe për nere, edhe për Vllaznia Shkodrës me bën ndeshje miqësore na këto 5 vitet e fundit për çdo vit jena në Kupat e Evropës, gjithashtu edhe Vllaznia, kështu që na duhen këto ndeshje. Si ne si Vllaznis, edhe normalisht me një bashkim vllazndor. Asim Gjekovic është ish futbollisti i Vllaznisë kampion me skuadrën Koçiblu përpara 25 vitesh në këtë stadium jeni shpallur kampion. Jam kam pas shpresa se me marrin kampionatin, i kam përcjell deri në fund Vllaznin, i kam përcjell edhe ndeshjet që kanë kënd. Mendoj që ja morën Vllaznisë. Ka pa disa diskutime të arbitra që janë kënd për mua se e kom përcjell ta në kohën. Por ka kaluar, shpresoj Vllaznia të bojnë prap ekipin duhur për medalë, për medalë kampion. E kalon Deciqit ujin e parë evropian? Shpresoj që po, gati nuk ishte, kemë marrë të lana informata për ekip që kena në Lituania, kështu që do shohim. Ndërkohë për Vllazninë historike, për herë të parë ndeshën e 2 skuadra, Vllaznia luan me Malishevën në një kompeticion evropian, Vllaznia Malisheva. Po, shpresoj Vllaznia që t'ja dalë, për mua Vllaznia është ekip më e mirë, nuk kam të lana për Malishevën, na kena luajë të parën ndeshjen Kupat e Evropës, kena luajë me Dritën. Drita ka bën atë kampionat shumë të mirë dhe janë ka ekip i mirë. Për Malishevën aktualisht nuk e di, por shpresoj se Vllaznia është Vllazni. Dhe e fundit, si për kalon Gjekovic në stafin e Deciqit i kënaqur? Mirë, di se aty jam të 15 vite që jam aty në staf si drejtor, si trener, si tanë kohën ja kom kushtua klubit me kategori të reja, gjitha vitet, kështu me ekip të parë, tash sa vite, kështu që shkojmë shtyjmë me futboll. Gjoko, faleminderit. Faleminderit edhe ju, miru pashim.